Mirëmbrëma dhe mirë se vini në ora e fundit. Shoa, ose dita botërore e kujtesës kundër holokaustit, shënohet në Tiranë dhe Jeruzalem. Kryeministri Edi Rama flet në forumin ndërkombëtar në Izrael, ndërsa në Tiranë, presidenti Begaj kujton kontributin e shqiptarëve në luftën e dytë botërore. Po në këtë ditë në Jeruzalem, themelohet dhoma tregtare Shqipëri-Izrael. Shqipëria përkujtoi të martën 6 milion hebrejnë të zhdukur nga nazistët në luftën e dytë botërore. Në ditën ndërkombëtare të holokaustit, presidenti Bajram Begaj bëri thirrje për humanizëm dhe mbrojtje të dinjitetit njerëzor. Dita e kujtesës duhet të shërbejë si një thirrje e ndërgjegjes kolektive për të mbrojtur me humanizëm dhe përgjegjësi të drejtën e të gjithëve për të jetuar me dinjitet dhe në paqe, sepse të gjithë kemi parë pasojat e tmerrshme të urrëties etnike, racore, fetare dhe të antisemitizmit. Ndërsa kryeministri Edi Rama, i cili po vijon vizitën në Izrael, ju drejtua konferencës ndërkombëtare për luftën kundër antisemitizmit, ku nënvizoi se qëndrimi i Shqipërisë buron nga vlerat më të thella humane dhe historike të popullit shqiptar. Gjatë periudhës më të errët të historisë europiane, Shqipëria u shndrua në një stret të sigurt për hebrejtë e përndjekur, duke i mbrojtur ata pa dallim në frymën e besës dhe solidaritetit njerëzor, ndërsa ka qenë ndër të parat shtete që ka miratuar një ligj për antisemitizmin. Po në këtë ditë u themelua dhe dhoma e tregtisë shqiptaro-izraelite në Jeruzalem. Pas Izraelit, vlerësimet erdhën dhe në Tiranë. Populli hebre dhe shteti i Izraelit do të jenë gjithmonë mirënjohës për guximin tuaj në shpëtimin e hebrejve dhe për zgjedhjen e anës së drejtë të historisë. Ne vlerësojmë thellësisht guximin moral të Shqipërisë edhe sot, dhe vlerësojmë miqësinë dhe udhëheqjen morale të kryeministrit Edi Rama. Në ceremoninë përkujtimore, ura që lidh brezat, ministrja për Evropën dhe punët e jashtme Elisa Spiropali tha se Shqipëria do të jap kontributin e saj në bordin e paqes. Shqipëria ka që dëshmon e ofron botës dhe në këtë format, me qëllime fisnike për zgjidhjen e konflikteve të vjetra e të reja. Duke nisur nga Gaza, në një vend e rajon që ka vuajtur shumë nga ekstremizmi, ideologjitë e urrëties, terrorizmi e lufta, e ku paqja e qëndrueshme, pajtimi e rindërtimi duhet jenë zgjidhja e vetme për izraelitët, palestinezët e të gjithë popujt e lindjes mesme. Në ceremoninë përkujtimore ishte e pranishme dhe e dërguara e SBA-s në Tiranë Nancy Van Horn, ndërsa në një status në rrjetet sociale, ambasada rikonfirmoi partneritetin me Shqipërinë në luftën kundër antisemitizmit, siç është miratimi i saj vitin e kaluar i praktikave më të mira për parimet e konferencës së Washingtonit mbi artin e konfiskuar nga nazistët, të cilët çojnë përpara drejtësinë dhe kompensimin për pronën kulturore të periudhës së holokaustit. Në Shqipëri, Vlora ka qenë një nga qytetet që ka pritur ershëm hebrejt dhe i ka mbrojtur ata. Historianët thonë se ka dëshmi për praninë e hebrejve të parë në Vlorë në shekullin e 16, ndërsa gjatë luftës së dytë botërore numri i tyre u shtua dhe lidhjet me shqiptarët u forcuan. Një ditë më parë, kryeministri Rama njoftoi ngritjen e një muzeu për hebrejt në Vlorë. Bashkëtesa mes shqiptarëve dhe komunitetit hebre është e hershme, duke datuar që prej shekullit të 16. Historiani Skënder Spahiu tregon se në Vlorë funksiononin rreth 60 oxhaqe hebre, një dëshmi e tolerancës, solidaritetit dhe respektit mes dy popujve. Ne kemi disa statistika që bëjnë fjalë që në vitet 1400-1500, ku numri familjeve të tyre deklarohet me oxhak, dhe kanë qenë rreth 65 oxhak të hebrejve që kanë jetuar në Vlorë mbas viteve 1500. Këto janë disa botime të nxjerra nga arkivat e Stambollit që e dëshmojnë komunitet që ka jetuar në Vlorë dhe në qytete të tjera të Shqipërisë, jo vetëm në Vlorë, por që kanë patur një lidhje integrale me popullsinë vendase. Këtë 27 janar, dita ndërkombëtare për kujtimin e holokaustit, ku raporti merr një rëndësi të veçantë, duke kujtuar jo vetëm vuajtjet e hebrejve, por edhe rolin unik të shqiptarëve në shpëtimin e jetëve gjatë luftës së dytë botërore. Gjatë luftës së dytë botërore, hebrejt janë strehuar në Shqipëri, kanë gjetur mbështetje nga qeveria shqiptare e kohës, janë mbështetur nga popullsia vendase dhe ne kemi statistika ku janë arrestuar në 43, fund viteve 43-44, shqiptarë dhe shqiptare të internuar në kapet e përqendrimit në Auschwitz, në Dachau, në Mauthausen e të tjera kampe. Mirë, me mua në studio është bashkuar ish prokurori i njohur, gjithashtu edhe avokati i njohur, zoti Ervin Karanja. Zoti Karanja, mirëmbrëma dhe faleminderit që je me mua drejt për drejt në ora e fundit këtu në ABC News.
Zoti Karanja, së fundmi, ti në fakt ke qenë edhe ish prokurori i ngjarjeve të 20 janarit dhe së fundmi është dorëzuar në SPAK kaseta origjinale e audio përgjimit të Gardës së Republikës ku dëgjohen nga ana tjetër edhe urdhrat që janë dhënë për të qelluar mbi protestuesit. Ju besoj se e keni dëgjuar dhe e keni parë atë kaset, por çfarë do të thotë gjitha kjo për rretimin? Nga çfarë është bërë publike, po të kemi parasysh, janë komunikimet e komandantit të Gardës me varësit e tij. Dhe kanë ato nickname-et ose më saktë pseudonimet, çdo kush është me pseudonim të veçantë. Gazetari Tan Hoxha, që ka qenë dhe poseduesi i kësaj prove, në bazë të ligjit për gazetarin, nuk është i detyruar të tregojë burimin për shkaqe sigurie. Por do jetë SPAK-u i cili do të marrë vendim për kryen e ekspertimit të kësaj të dhënë të prove, do të dhënë provë që tregon diçka, dhe për të parë nëse është apo jo origjinal. Sipas deklarimeve të gazetarit Tan Hoxha, deklarohet se kjo është një provë origjinale që është, domethënë është nga ato, domethënë se duhet kemi parasysh ka kaluar edhe pak kohë, 15 vjet, por edhe mjetet e përgjimit ka qenë më të thjeshta, dhe sot edhe ka avancuar për sa i përket. Do jetë ekspertimi i cili do përcaktojë në mënyrë të qartë të gjithë momentet. Janë ato momentet, po të kemi parasysh të ndodhjes ngjarjes, që janë të fiksuar me atë termin gjakos, po të kemi parasysh, të cilat janë fakte të reja të cilat nuk dieshin, në momentet e mparshme, dhe nuk arritet të provohet komunikimin radio. Sepse komunikimin radio, çdo komunikim regjistrohet në regjistrin e sahës operative, që është SADE, se kanë kodin e vet atë frekuencën, i cili regjistrohet në, ai që shkruan, personat që mban regjistrin, shkruan dhënat që komunikohen në radio. Do pyeten personat, pra SPAK-u, nëse është e vërtetë, do shofi personat që kanë këto emra, që kanë komunikuar, sepse i korrespondojnë ato emrat e komunikimit, kush janë në arshivet plani, masave e tjerë. Pra ka një hetim për të bërë më parë, por duhet parë dhe akti ekspertimi që të përcaktohet në mënyrë të saktë dhe të transkriptuar, pra të jetë e shkruar, si të shkruhet një shkrim, pra kjo që flasim ne transkriptohet më pas nga operatorët, do jetë dhe ajo audio e cila do transkriptohet dhe do shikohet në mënyrë kronologjike që të jetë e lexuar. Si provë, do bëjmë provë. Është një provë e rëndësishme. Gazetarit, siç kemi thënë, siç është dhe rregull, mbas ligjit për sipas rregullat, kodit etik të gazetarit, edhe kodit procedurës penale, nuk është i detyruar të tregojë burimin, është sekreti profesional i gazetarit. Por e dhëna është e rëndësishme për hetimin, krijon një bindje, pra krijon një informacion më sakt për të sqaruar ato dilema, ato paqartësitë për kohën e ndodhur atëherë, për ngjarjen e ndodhur më 21 janar, që është një ngjarje e rëndë, që i përkon rreth orës 4:00 të pastitës, që korrespondon me kohën e pasojave të rënda që kanë vrarë 4 protestues dhe rrezikuar jetën shumë tjerë dhe plagosur edhe shumë protestues tjerë. Zoti Karanja, ju më ngacmuat apo përmendët një fakt interesant, transkriptimet, pra bllokun e shënimeve ku janë mbajtur shënim, zbardhja apo transkriptimi, por mendoni se edhe ky bllok mund të jetë zhdukur apo falsifikuar? Do jetë hetimi, se nëse provohet që kanë komunikuar në radio, domethënë salla operative është parimi i përgjithshëm. Kuptimi dhe salla sot që merret 129, që ti flasim telefon që raportohet një ngjarje, operatori mban shënim. Dhe ato që janë komunikuar është një regjistër, domethënë është praktike e përgjithshme, jo vetëm për Gardën. Ekziston ky regjistër? Pashi, hetimet do ta sqarojnë, ekziston ose jo, dhe nëse janë të sakta ato shënimet që janë mbajtur apo jo, sepse operatori që qëndron në një sallë operative duhet mbajë çdo gjë e bën në shënim. Pra duhet verifikohet edhe kjo, pra në kuadrin e një hetimi të plotë dhe të gjithanshëm, do verifikohet gjitha që i korrespondojnë apo jo të dhënave, domethënë ajo që do dali nga kjo audio që janë komunikimet me realitetin objektiv që është ajo që, sepse mund ndodh ata që fliten se ato mbajnë në mënyrë të përgjithshme, kemi parasysh. Po jo, është fakt interesant ky që ju thoni, pra regjistri i shënimeve, pasi nëse ekziston ky regjistër, nëse ka ekzistuar, atëherë zbardhja e 21 janarit ka qenë tepër e thjeshtë për të zbardhur në fakt
dhe për të gjetur edhe urdhëruesin në bazë të këtij regjistri, apo jo? Tash duhet parë edhe një herë, pra domethënë edhe regjistri duhet lexuar, sepse domethënë duhet parë aktet. Pra, është një regjistër që i madh duhet lexuar edhe një herë, ndoshta me qetësi duhet parë si që është tek shkrimi kujt personi, pra është objekt e timi që do shikohet, pra është edhe kjo do jetë objekt e hetimit. Nëse ka regjistër dhe nëse ka çfarë është shkruar, duhet verifikohet, duhet ballafaqohet, kupton? Pra duhet ballafaqohet kjo audio i korrespondon, sepse ndryshon komplet rrjedhën, duke pas parasysh dhe deklarimet e personave të pranishëm. Pra kjo audio do ballafaqohet me provat e tjera, qofse merret si e dhënë. Por do jetë akti ekspertimit i cili do ta sqarojë. Pra do dali, domethënë, do dali akti në mënyrë të qartë. Do bëhet një akt që çfarë është komunikuar gjatë kësaj periudhe, është një punë që bëhet. E ke parasysh siç bën një operatori juaj këtu për shkakun që këtë që komunikojmë ne e hedh në letër, por ajo një diçka do shifet më me, duke qenë se është provë, do shifet më shumë, domethënë do bëhet redaktim më shumë. Do shikohet, domethënë, e para nga pikpamja teknike, nëse ka ndërhyrje apo jo, dhe nëse nuk ka, atëherë do bëhet transkriptimi i bisedave, se faza e parë, faza e dytë, se është me 2 faza. Shikohet gjithë, nëse ka apo jo ka. Sepse të kemi parasysh, domethënë, edhe me vendimet e gjykatave, një provë autentike është dhënë, domethënë, me çaj ke përgjuhë i diçka, vetë në dispozicion të hetimit. Pra është origjinali, duhet vënë burimi i provës, që thuhet kjo. Kjo është një burim, që është kjo aparatur, dhe nga deklarimet e Artan Hoxhës, deklaroj që kemi dorëzuar materialin origjinal. Zoti Karanja, dua të kaloj te pjesa që mua më pëlqen më shumë, të jemi drejt për drejt me ju, pasi e di shumë mirë që edhe ju jeni personi drejt për drejt. Kush është përdorur për të fshirë 21 janarin? Tash neve duhet kemi parasysh që ngjarja 21 janarit u quhet e mbyllur. Nga vendimi i gjykatës lartë për 2 punonësit e garës u quhet ngjarje e mbyllur dhe ka ndodhur ato që kemi diskutuar, ngjarjet më pashme. Gabimi i parë procedurale është që në fillim që në nisjen e hetimit, që duhet të ishin marrë zyrtarët e lartë, duhet të ishin hetuar nga zyra e prokurorit përgjithshëm, duke marrë deklarimet, qoftë dhe tabulate telefonik me cilë është komunikuar. Por marrë tabulateve ka qenë atëherë, domethënë, ka qenë hetim, duhet të ishe marrë autorizim nga kuvendi. Prandaj ka qenë e domosdoshme, sepse është si sot për zyrtarët e lartë, po të kemi parasysh që i ka spaku. Atëherë kishte prokurie përgjithshme. Atëherë të ndalemi këtu, zoti Karanja. Ju thoni që ish prokuroria e përgjithshme. Zyra e prokurorit përgjithshme, prokurorit përgjithshme. Atëherë ju thoni që duhet të merrten në hetim edhe zyrtarët e lartë. Madje duhet të merrte edhe tabulate telefonike të tyre. Duhet të kujt konkretisht? Kemi parasysh. Kryerja e hetimeve. Zyrtari i lartë konsiderohet kryeministri i kohës, presidenti, ministri. Këtë e ka thonë vendimi i gjykatës lartë. Pra, ju thoni që duhet të merrte tabulate telefonike të zotit Berisha, të zotit Bamir Topi dhe të Lulzim Bashës, apo jo? Unë them kështu. Gjykata e lartë thotë duhet hetohen zyrtarët e lartë. Ç'kuptoj me hetim? Hetim të bëhen veprime procedurale, duke përfshirë tabulatet, pyetjet, ballafaqimet. Pra, to duhet ishin bërë para 15 vjetësh. Por disa veprime procedurale më përpara duhet autorizim nga kuvendi, siç është sot autorizim. Dhe ka qenë detyrë e prokurorit përgjithshëm për t'i vënë në lëvizje. Nuk i bënte prokuroria e Tiranës. Po të kemi parasysh në atë kohë, po të jemi të qartë, unë kam qenë me pjesën e protestuesve. Për 3 deputet të Partisë Socialiste u kërku heqja e imunitetit. U kërku, pra është Taulant Balla, Tom Doshi dhe Besnik Bare. Besnik Bare ka qenë formalisht drejtuesi i protestës së 21 janarit, se është personi i cili ka bërë kërkesën me shkrim në drejtorinë e policisë qarku Tiranë, ku është dhënë dhe miratimi i lejes. Pra ka qenë drejtuesi dhe këta të dy të organizatorët u çmuan nga grupi jonë që ishim marrë që kanë bërë. Por në atë po janë dënuar protestues? Janë dënuar shumë protestues, mbi 40 protestues. Pra, domethënë, numri i protestuesve dhe masa e dënimit janë shumë herë më të larta se kënej që u vranë personat. Pra, është marrë një qendrim korrekt. Kuptimi sepse ngjarja 21 janarit u trajtua si një ngjarje e plot,
që nga nisja e protestës deri në fund. Pra, ky që bën akte dhune majtën përgjegjësi penale për veprimin, sepse duhet të kemi parasysh do marrësh përgjegjësi penale për veprimin dhe mos veprimin që ke bërë. Për veprime se në protestë është me veprime aktive. Do marrësh përgjegjësi për atë që ke bërë. Jo për pra ka pasur gjatë protestës dhe policë të dëmtuar. Por nuk arritu të provojë se kush person konkretisht ka goditur punojës e policisë. Në momentet e para, ata që kishin mjetet forta u identifikuan me prova dhe ishe pjesa më e madhe ka qenë me gjykim shkurtum. Pra, nga ana e protestuesve u hetun. Madje prokurori i përgjithshëm e ka ditë fare mirë, e ka ditë shumë mirë, sepse si veproi për 3 deputetë opozitës, procedohet edhe kënaqëse. Kjo është hetimi barabartë. Po atëherë pse nuk ka vepruar? Atëherë këtë do ta zgjidh pyetja. Pse nuk veprova? Sepse kemi parasysh, sepse ta thash edhe një herë tjetër, është ngjarje rënd 21 janar, është rrezikuar jetën shumë persona, janë vrarë 4 qytetarë. Pra, ju po thoni që prokurori i përgjithshëm Si se çfarë po them do i di ka qenë një anshëm, ka dënuar protestuesit dhe nuk ka vepruar për zyrtarët. Kemi parasysh zyra e prokurorit përgjithshëm hetonte zyrtarët e lartë. 3 zyrtarë të lartë u çon nga Partia Socialiste, u çon për veprën që bën. Po? Ata u dushon si organizator një proteste me akte që ndodhen, me akte me dëmtimin e pronës publike dhe private dhe cënimin dhe dëmtimin e punojësve për policisë. U çon 3. Po. Shin nga ana tjetër duhet ishin hetu, sepse këtë ose këtë modul, si mund të themi, e konstaton gjykata e lartë dhe gjykata e Strasburgut. Të hetohen. Fjala hetim, sepse dhe këta deputet nuk u dënuan kuptimin e asaj. Por hetimi është gjë tjetër dhe ngritja e akuzës. Pse s'janë hetu? Se janë veprime konkrete që duhet bëhen dhe lidhen me vendimin e gjykatës lartë. E dyta, na rezulton që kemi diskutuar te libri Pamir Topit, ish ministri Lulzim Basha ka shkuar tek presidenti i Republikës që bëri librin Pamir dhe i thotë që ndiko tek Ina Rama për me heq tek prokurori përgjithshëm me urdhrat e ndalimit. Pra ky person duhet ishe hetu vetë. Pra duhet ishe hetu vetë, shkoi hyni mik për tjetrin, thonë. Hyni mik për ndërkohë që ishte vetë. Pra duhet ishe hetu zyrtarët e lartë që sot nesër, do të thonë që sot që neve themi që u hetun s'ka gjë është gjë tjetër, por të mos hetohesh fare. Kjo është kele rënd. Mua në të gjithë këtë diskutim që ti them, lind normalisht a duhet ta hetoj spak ish prokuroren Ina Rama, a duhet ta thras? Për mendimin tim po. Duhet ta thras ta pyes pse ke bërë riformatimin e grupit hetimor, sepse grupi hetimor po të kemi parasysh u riformatu. Domethënë fillimisht kemi qenë 2 prokurorë të vrasur, unë me Adriatik Camën, më pas u bë një formatim tjetër, u shtuan dhe prokurorë tjerë. Adriatik Sama dhe një prokuror tjetër ishte të vrasit, kurse unë kalova te protestuesët dhe kemi qenë 3 prokurorë, po të kemi parasysh. Kemi qenë unë, prokurori Olz Dado, dhe prokurori Bujar Hoxha. To 3 prokurorë mi marrë me protestuesët, kemi ardhur me anën e protestuesëve. Fillimisht kemi qenë bashkë gjithë kuptimin, kam qenë fillimisht unë me Adriatik Sama, erdhi Olz Dado më pas, kur u bërë riformatimi i grupit, u shtuan dhe 2 prokurorë dhe kaluam me protestuesit. Problemi është hetimi i zyrtarëve të lartë. Hetimi i zyrtarëve është fare e qartë. Dhe në deklarata, madje ka bërë prokurori përgjithshëm dhe një deklaratë që kemi hetu Lul Bashën, kemi pas në hetim Lul Bashën. Do të thonë që rezulton nuk ka asnjë akt. Duhet pyetur, keni një akt? Çfarë aktesh kemi? Është ajo tjetër që kemi diskutuar, nëse është bashkëpunëtore shërbimit, çka ka raportuar te shërbimi. Se ndoshta kush e di se çka ka ndodhur, duhet të parë materiali operativ. Se ka dyshime që ish prokuroria është pjesë e shërbimit? Kanë dalë dhëna tek hakerat amerikan, tek hakerat iranian, që po keni parasysh që u bë një ndërhyrje tek Shiku, po të kemi parasysh që dolën dhënat e regjistrave të bashkëpunëtorëve. Tek regjistri numër 3, ose official number 3 të faqe 175, del që Ina Rama, në fund faqe 175, del foto e saj që është bashkëpunëtore e shërbimit. Ka pasur një gjyq midis një subjekti të rivlerësimit dhe shërbimit sekret, që për këtë subjekt japit dhëna. Ata thënë të dhënat për Ina Ramën e nuk japin se është material sekret shtetëror. Pra të lind dyshimi që është bashkëpunëtore, dhe në qoftë se është bashkëpunëtore, se bashkëpunëtorët japin materiale shërbimit sekret i vënë dispozicion të hetimit. Atëherë, çfarë ke raportuar, pse s'janë pra duhet bërë një hetim? Dhe është dhe skandal në vete, se si mundet që një prokuror i përgjithshëm të jetë bashkëpunëtor, sepse ligji e ndalon kategorikisht që ti jesh antar i shërbimit sekret, ti jesh në organet e dhënies drejtësisë.
Madje dhe sot që është drejtuese, që është antare KPA-s, është në kundërshtim me ligjin. Pra është e organet e vetingut që ti të certifikot tjerët dhe je antare shërbimit sekret, është konflikt interesi, sepse shërbimi sekret jetë dhëna për prokurorët dhe gjyqtarët, ndërkohë ti je vetë bashkëpunëtor. Pra i bi teorikisht ti e bën materialin vetë, ja të qonë shikut të asje ty dhe e bën vetë. Edhe të 20 janari duhet pytesh, pse se janë bërë detyrat, pse nuk u morë përsi për zyrtarët e lartë, si që bë për 3 deputet e opozitës, sepse ne duhet jemi drejt. Pra, personat kanë marë përgjithësinë, u dënun 20 protestus, ndodhen aktet e dhunës, u dënun. Ju thoni që SPAK duhet thrasish prokurora? Mendoj që duhet të thrasi. Të sjaroj pozitën e saj, çfarë i ka thonë Bamir Topi, sepse kemi dhe takimin. Ka ndikuar, apo jo, det për det, dhe të hetohet. Dhe të personat që diskutohet, do diskutohet, është do në urdhër, apo jo. Pra, duhet zjadë nga hetimi. Dhe kush e ka thonë? Sepse zyrtarët e lartë kush kanë qenë në atë kohë? Kanë qenë komandanti vetë i gardës, ministri brendshëm dhe kryeministri, këta janë zyrtarë, duhet ishin e tu. Pse zoti Karanja, ngjarja e 21 janarit u mendua si çështje e mbyllur? Ju e theksuat këtë gjë dhe a është rihapur seriozisht sot? Tashi duhet kemi parasysh që është një ngjarje e vështirë. Kjo u quhet e mbyllur në moment që gjykata e lartë në vitin 2013 bëri mospranim ankimin ndaj ankimit të prokurisë. Kemi një ndjekje nga familja Nika, e një viktimës Alex Nika, dhe mbi ndjekjen e kësaj çështje deri në Strasburgu, këtë tha që duhet hetohen zyrtarët e lartë. Krimi shtetëror, dihet që është krim shtetëror, sepse krimi është shkaktuar nga armët e shtetit, pra domethënë nuk është shkaktuar për shkaqe private. Këta persona janë vrarë nga punonjës të cilët i kanë qenë të veshur me pushtet, pra janë të shtetit. Pra, por duhet të hetohet dhe më 2024, pra pas një lufte, sepse dhe vetë SPAK-u ka qenë i dyzuar, sepse fakti i cili provohet nga qëndrimi i prokurorit SPAK-u të gjykat, sepse gjithë shka provohet qa qëndrimi mban gjykat. Ose dhe unë qa qëndrimi mbaj këtu është ky është qëndrimi, se qa qëndrimi unë nuk shoh qa kemë zemër. Shko, kjo ngjarje, ju thatë edhe e vërteta kështu ka qenë. SPAK ka qenë i dyzuar për çështjen e 21 janarit. Por aman, duke ditur pritshmërinë e lartë që publiku ka dhe ndjeshmërinë gjithashtu për zbardhjen e kësaj ngjarje, sipas mendimit tuaj çfarë duhet të bëjë SPAK që të tregojë që e ka seriozisht hetimin apo zbardhjen e kësaj? Ka diçka se duke qenë se kam qenë pavarësisht se kam qenë prokuror për 20 ditë, rreth 20 ditë, i duhet të jem pak i kujdesshëm kuptimin se është çështje e kolegu tjetër, si thosh, t'japësh dhe men është diçka e lehtë. Por është një çështje e vështirë, veprimet hetimore duhen bërë, domethënë hetimet duhet të jenë shtërrues, duke filluar dhe unë nga shof hetimin, objekti i hetimit është për veprat cilat dhe për veprat cilat janë parashkruar. Pra shpërdorimit e tyre dhe veprimet që pengojnë zbulimin e zbërthjetës. Pavarësisht se janë parashkruar këto vepra, dhe vrasja nuk është parashkruar, për zbardhjen një panorame të plotë ngjarjes është mirë të hetohet në çdo aspekt. Për të treguar e vërteta. Për të treguar e vërteta. Populli shqiptar ta di se çka ka ndodhur në atë ditë, sepse thash është rrezikuar jeta e shumë personave. Janë 4 viktima, mund të kishin qenë më shumë. Kanë qenë qindra të plagosur. Kanë qenë shumë vetë të plagosur, shumë vetë, në qindra ndoshta, domethënë shumë të plagosur, dhe është rrezikuar jeta e shumë personave të tjerë. Vetë fjalë të paktën për mbi 100 persona të tjerë të plagosur, mos ka. Po, edhe por të kemi parasysh është edhe rrezikimi i jetës, sepse një person që ka qenë pajësor këne, sepse lufta ose më saktë aktet e dhunës që mund të janë rreshtat e parë, por ke qenë persona që s'kanë pas lidhje fare për shembull. Alex Nika për shembull, dhe edhe gjithë protestuesit, jo vetëm nuk ka bërë asnjë. Lejot ju bëj një pyetje të drejtë për drejtë duke nisur në fakt edhe nga një deklaratë e pak ditëve më parë, pikërisht në 21 janar, të zotit Berisha, kur i konsideroi vrasje të lishme. Çfarë mendoni ju për këtë? Tash vrasje të lishme nuk e kam fiksuar këtë deklaratë, po të them që marrja e jetës quhet e lishme kur respektohet ligji. Pra kemi një ligj që merret mbas ligjit. Pra dhe është zbatuar ligji në këtë rast? Po fakti që po bëhen hetime, se të ishte ligjshëm do ishte pushu çështja. Pra do ishte pushu. Ato janë vrarë mbas ligjit, në 19 kodit penal që i korrespondon mbrojtjes nevojshme, çfarë po bëjmë ne kot po hetojmë. Pra, mendoj që
vrasja është bërë në shkeljet të kushteve ligjore, sepse dhe jeta dhe shëndeti personit ka kushte ligjore të cilat mund të merren dhe vetëmi rast që parashikohet në kodin penal është mbrojtja e nevojshme. Pra ti ke drejt kur ke një sulm pa drejt vërtet dhe çastit, aty pra të sulmon dikush me armë ti ja merr jetën. Dhe në ngjarjet e 21 janarit protestuesit nuk kanë sulmuar me armë, po thonë. Por edhe sikur të sulmonin me gur ose të ketë se është protest, nuk dhunash, do të thonë reagimi është jo proporcional. Pra duhet mjete tjera, sepse prandaj dhe vetë policia ku janë protestat, vetë skafante, ka të mbrojtësen, që jo të qojë tjetër me gur, ti ta vrasësh, ti marrësh jetën. Ti ka mjete tjera, shkopi gomës, ka mënyra neutralizimi. Arma është e fundit, kur ke shkëmbim zjarri me armë, pra në qoftë se ke armë, në anën tjetër s'mund ta mbrosh me armë. Pra ka një rregull, edhe përdorimi i armëve zjarrit, dhe edhe vetë rregulli ligjor nuk ka shkallë përdorimi i armës. Do të kesh armë krahun tjetër, do të kesh dhunat e tillë që tjetër që rrezikohet jeta dhe shëndeti që do përdoren. Prandaj, domethënë, duhet të kemi parasysh sa ishte çështja e menaxhuar nga policia e shtetit, e cilën e njohim më mirë rendin publik, se përveç vërtetës, policia e shtetit e njeh më mirë. Kushdo parti tjetër pushtet, rendi është rend. Pra, ai di kur përdoret arma, për shumë për kuriozitet, se dosja është, domethënë, çështja është publike dhe në 21 janar ke gardisë që s'kan qellu fare, se si ishin kushtet ligjore. Po. S'kan qellu fare. Pse s'kan pas kushte ligjore këtë tjerë, po s'po i përmend emrin. Pra, çdo gjë, përdorimi i armës duhet të ketë rregull ligjor. Pra, marrja e jetës, kjo është marrja e jetës mbas ligjit. Fakti që është qelluar ndaj protestuesve, të cilët protestonin qoftë dhe me gur dhe me hedhje gur, ti duhet të jetë dhuna profesionale. S'mund ta vrasësh tjetrin e hodhi gur e ta vrasësh. Se ne si jemi vend diktatorial. Zoti Karanja, ku kanë ngecur, sipas ju, shetimet para 15 viteve, edhe ku po ngecin në një farë mënyre sot nga SPAK? Dhe që gjithse po dilet tek audio, tregon që, do të thëmë, po ecën në kuptimin e me një provë shkencore të provosh autenticitetin e një përgjimi, audio përgjimi që është audio. Nga kjo besoj do ketë dhe veprime tjera, pyetjen e personave tjera. Por duhet vi kjo provë shkencore të jetë e dokumentuar si provë, dhe kjo është si tush një provë e re. Dhe pyetje e personave që kanë qenë protagonist në atë ngjarje. Duhet pyeten, çka ka ndodhur, si qyshtek. Por thash, domethënë, duhem parë, ndoshta sepse them pyetjen e zyrtarëve që të cilët kanë ngjarë, sepse ka pas një pengesë apo jo. Kam pas një pengesë, pëse se ka marrë për shumë, mund të kënë pas një pengesë, që se në tu zyrtarët e lartë, që duhet pa kjo punë, pra duhet pa në mënyrë dinamike, por audio është një provë shumë e rëndësishme. Ta në Hoxha, po ta keni parasysh, dhe me deklarime e ti ishte i vendosur, kjo është autentike, dhe unë s'do paraqisi dokument të montuar e tjerë, që ju të presim e timet. Më lejo, Zoti Karanja, që këtë intervist me ju, ta mbyll me një pyetje të drejtë për drejtë. Kur do jepet drejtësi për 21 janarin? Kjo është një pyetje shumë e vështirë, është një çështje vjetër. Ne i themi çështje të vjetra, kupton? Çështje vjetër. Jemi në pritje të marrjen e provave plota. Vetë familjarët e viktimeve po të keni parasysh patën një besim, kuptimin që presin të merret hetimet, se thash edhe diskutojmë. Çdo çështje duhet të jetë me prova. Edhe protestat po të kemi parasysh, dhe 21 janar kishte shumë aludime për persona të caktuar, por protesta ka qenë e lishme. Ka gjeneruar në akte të palishme, personi që ka bërë veprimet majt përgjithësi. Si që majt nga protestat, u majt përgjithësi ligjore, se aq bon atë. Pra ato që bon, goditën me gur, majtën përgjithësi ligjore. Edhe ata që kanë shkel ligjin, se gjithmonë, marrja e jetës është me ligj. Dhe u dhunu prona private, do të kemi parasysh në Greqi për shumë, në Itali, ke protesta, digjen me makina, por s'kemi gjuhë për viktima, se mund të ketë në një rast, në një aksident, kuptimin jo më shumë, po jo t'i vrasi policia, raste shumë të rralla, ose në kapërcim dhe punojësi policisë mban përgjithësi. Kemi në Greqi, po të kemi parasysh, është djeg kush e di sa herë atyre. Pra, protesta është protest, nuk i legjitimojmë aktet e dhunës, personi që bën veprime dhunshme do marrë përgjithësi, por me prova. Sepse mund t'jeti protest, s'mund t'kapësh protestuesit. Dhe duke qëndruar të provat, ju thatë që dorëzimi i kasetës audio përgjimit është
Një provë. Është një dhënë, e dhënë, sepse Një dhënë. e dhënë pra që të krijon bindjen që ka pasur, pra të orienton që ka pasur urdhër. Dhe duke u nisur nga kjo e dhënë, mendoni se shumë shpejt urdhëruesi do vijen para drejtësisë? Tash këtë t'ja lëm prokurorit çështjes, domethënë ashtu të merr provat të çdo dyshimi të arsyeshëm që janë për atë. Por thash edhe një herë, unë theksoj duhet mbledh provat, duhet parë pse është penguar drejtësia, pse nuk u mor përsipër hetimi, pse nuk u mblodhën provat në kohë, tabulatet, pse nuk u morën se do ishte më e lehtë, si kanë fol kush Dhe ka fol. keni ju një mendim se pse është penguar drejtësia? Tash në një mendim konkret thamë, po unë po t'i referoj ngjarjeve që kanë ndodhur mbrapa. Tregon për shembull personi që pengoi drejtësinë u promovu. Dhe një nga promovuesit ishte Lul Basha, që ishte person që është person që duhet ishte pyet, që thotë gjykata e lartë duhet ishte pyet para 15 vjetësh. Pra, Po thuaj që Lul Basha ka penguar drejtësinë apo vetë ish prokuroria e përgjithshme ka penguar drejtësinë? Unë po them, prokuroria e përgjithshme e kemi me vendimin e gjykatës së lartë, se po ta thoshim ne nuk do na besote kush. Thonë, këto e thënë për kështu. Thotë gjykata e lartë, tetohen zyrtarët e lartë. A pse suhetun atëre? Kjo është pyetja. Atëre kush e kishte kompetencë? Këtë pyetje unë e bëra. Bravo. Kompetencë kishe ti. Neni 141 kushtetutës thotë që zyrtarët e lartë kishe ti. Pyetje, pse si jetove ti? Dhe ky person i cili duhet që diskutohet ky dhe zyrtar tjerë, që duhet kemi parasysh dhe retorikën politike, mos harrojmë që u fol shumë nga Partia Demokratike në lidhje të Ine Ramës, e voton në KPA 2017. Kur ti i thu Lavire Bulevardin 2011, si e vototi? Apo që janë këto gjona? Pra që këtu maj që i kjerë, kuptimin që këtu të shra, këtu të lavdra. O njënë në tjetër, por kjo këtu që të kam vënë këtu, dhe sepse që ka, se kam pas shumë kandidatë tjerë, se po edhe kur u zjodhen këpa, kam pas shumë kandidatë tjerë. Pse u zjodh kjo? Pse nuk zjodh një tjetër? Atëre, kush ka bo lobim? Pra, mund të kesh edhe se ka kalu dhe me votat e partisë socialiste. Duhet me pa dhe ata që kanë bo lobim. Kupton? Që si të shi? Si e kalu? Zotin Karanja mbetet për të parë që drejtësia të vendosë drejtësi për 21 janarin. Edhe të mos më qifim mas ndërkombëtarëve, jo, ishte ndërkombëtarë. Ne duhet zbatojmë, se nga jenë më qifën, jo, ndërkombëtarë i këshu. Por nuk vetu kë, pse su vetu? Kjo është fare i qartë. Thot gjykatët e to, se të mund të jo, po sisha mi më dhim të koka, s'ka më dhim koka, është një gjarë e rëndë. Si që është parimi barazis. Pra u vetu në deputet këne, po këne, ku je? Ka shku peshore e shtremet. Dhe shpresojmë që s'pak vendosë drejtësi. Shpresojmë. Zoti Karanja, kënaqësi që ishit me mua në ora e fundit. Kënaqësi është e ime. ABC News.al është ndërkohë adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Sekretet e Kadares vinë vetëm pas pak në Pas Mesnate me Leontina Nikën. Ju ftoj ta ndiqni.